kalojmë tek e dyta. Le të bëjmë një tavë dheu, shumë në rregull jam këtu. Tavë dheu me gjizë. Dhe sërish të mbaj këtë produktin kryesor. Vendos edhe një tenxhere të voçkël këtu për tavë dheu me gjizë, me qep, me kam qepët, normalisht edhe ja një mënyrë tjetër se si mund ta përfshim nëse kemi marrë të pakon me suxhuk. Po do ta konsumojmë. Lëm të presi. E din shumë mirë që ka edhe një afat kohor që duhet të qëndrojë në frigorifer. Dhe sa më shpejt ta përdorim është aq më mirë. Tani ajo është në bazë të dëshirës tuaj, se nuk merrni një mas madhe, merrni një qesë të vogël. Por kjo Louisiana është e duhura faktikisht. Sërish le tiganin që të ngrohet. Këto do bëhen si të shoh në pjesë më të holla, më të vogla. E dini shumë mirë që kur nuk është i freskët, fillon edhe ngjit pjesa e mbështjelljes. Lagështohet, Patjetër. Vishet me një ngjyrë të bardhë qesja. Jargavitjet. Kështu patjetër. Ka një stres. Duhet kemi kujdes. Kur nuk është i freskët dhe kur ne nuk kemi kujdesur, ta ruajmë siç duhet në frigorifer. Shumë pak. Dhe punoj në 2 fronte. Kapak dhe kapak këtu. Largoj, opa, ja. Me vezë nesër atë që mbeti, një omletë dhe i gjendet ana Louisianës. Hudhrat dhe ndërkohë, sa bëhen gati dhe të coptohen hudhrat në pjesë më të vogla, bashkë lexojmë përbërësit e tavës së dheut me salam, suxhuku Louisiana. Ju duhet gjizë për këtë recet, 3 lugë gjelle mirë të plota, 2-3 lugë vaj ulliri, salam 300 gram, 300 ml ujë, 1 lugë gjelle miell misri, 1 kokër qep, thelpin hudhër, duhet bollshëm, 6 të tillë, 1 lugë gjelle salcë domate, 1 lugë gjelle gjajk, 1 tufë majdanoz, 1 lugë me piper të kuq, 1 lugë gjelle, pak piper djegës, krip dhe piper të zi. Po e gatuajmë pra tavën e dheut me salam. Marr miellin e misrit. Të do skuqim sa ajo të lëshoj aromë. Pra diku 3 lugë gjelle miell misri, 3 lugë gjelle gjizë, 1 qep e grirë imët, 2-3 thelpi, opa, ta e largojmë të këtu, hudhra. Thjesht sa për të lidhur gjizën që mos të krijoj atë ujin përsipër. I trazojmë dhe i marrim pak derisa fillon të krijon lëshon këto tjetërsohet ngjyra e vajit. Do të shtoj specin e kuq, salcën dhe tashmë qepën. I largojmë këto tasa. I largoj.
pak ujë. Nëse i duhet kohë, pjesës tjetër, njëri tigan që të përgatitet, të zbutet edhe qepa. Fik. Po, i lëm pak më tepër dhe kemi dhe atë hapësirën tonë të reklamave. Derisa të bëhet edhe qepa tamam. Ishtë do dali tamam si që duhet në kohën e vetë, kjo Shtoj dhe thelpit e hudrave unë direkt. Dhe zbuten, japin dhe shije dhe aromë. Në fund fare do t'i shtohet, do të bashkohen të dyja, apo jo? Mjeli bashkë me, edhe do shtojmë edhe i gjizën. Ja, e lëm të bëhet avash. Okej, mirë se erdhët në kuzhinën tonë, vazhdojmë të jemi këtu për të mbaruar me recetat që kemi nisur. Kemi përgatitur një tavë, e kemi ende në pjekje, vazhdojmë me tavën e dheu tjetrën. Pra këtu ku kalova mjellin e misrit me yndyrë, shtoj masën e gjizës. Tani ja shtojmë perimeve, të cilat i lamë për disa minuta që u shkëputën, që të treten, të zbuten, ashtu edhe suxhuku luziana të lëshoj aromat e saj. Për ambisa që tani u bashkuan ekranit, tek tenxherja e kuqe, që po zona Albana, kemi kaurdisu, skuqur, një ose 2 lugë gjelle miell misri, bashkë me pak yndyrë, gjalpës e vajulliri. Edhe pjesën tjetër edhe. Dhe i shtuam gjizën. Pra, majdanozin të tava e dheut është opcionale, pse në përgjithësi nuk është shtuar. Në përgjithësi. Të lutem, më merr pak edhe tavën poshtë që kam vendosur që të nxehet. Është për tavën e dheut, gjithmonë një tavë e nxehtë që të ketë të njëjtën temperaturë me tiganin. Bashkë me sasinë e yndyrës, shtoni gjalp apo vaj. Derisa kjo yndyra në fund të tavës të dalin në sipërfaqe. Pra, këtu ta kuptojmë ne që ajo do të jetë e përfunduar. Shumë pak ujë. E lëmë edhe për disa minuta të tjera në furrë që të piqet. Dhe si që themi ne me ta ngjyrë direkt të ishte speciale. Po e marrim ta vendosur në furrë. Do ta sjell përsëri pas disa minutash sa të përsithen pak lëngjet. Të vazhdoj të piqet.